Pas pak me ne iftua në studio për diskutua lidhur me rezultatin e balotazhit. Kush humbi e kush fitoi dhe si mund ky rezultat të ndikojë në zhvillimet e përgjithshme politike në kohën kur mandatarit për qeveri po i rrjedh afati për formimin e qeverisë. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore të ditës. KQZ-ja nis verifikimin e votave të balotazhit. Vetëvendosja dhe LDK-ja do të heqin 7 komuna e PDV-ja 6 është, ndërsa në vetëm 4 komuna do të ketë kryetar të rinj. Kurti thotë se vetëvendosja nuk e ndali as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve. Krasniqi Abdigjiku krenohen me rezultatet e arritura në zgjedhjet lokale. Ish ambasadori Amerikan Christopher Hill nis dëshminë pranë dhomave të specializuara. Hill tha se ishte vështirë të gjejë dikush me autoritet që të flisë në emër të palës shqiptare. Lirohet nga burgu ish presidenti francez Nicolas Sarkozy. Në gjykatë tha se 3 javët e tij në burg ishin raskapiçe dhe makt i vërtetë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur verifikimin e votave për kryetar nga balotazhi që u mbajt këtë të diel në 18 komuna. Sipas dhënësit të KQZ-s Valmir Elezit, verifikimi ka filluar në të gjitha qendrat komunale të numërimit, ndërsa numërimi votave me kusht i atyre të personave me nevoja të veçanta dhe votave me post, sipas Elezit do të fillojë pas disa ditësh. Elezi ka thënë se janë më shumë se 1440 qytetarë me nevoja të veçanta që kanë votuar përmes ekipeve mobile. Sipas tij, tërheqja e dërgesave nga votimi me postë do të bëhet së shpejti. Elezi ka thënë se në 18 komuna ku është zhvilluar balotazhi kanë qenë 29725 persona që kanë qenë të regjistruar për të votuar me postë. Në këto qendra do të bëhet verifikimi i rezultateve nga formular, pra të cilët janë plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletvotimeve. Ky aktivitet, pra verifikimi i rezultateve, ka filluar në të gjitha qendrat komunale të numërimit dhe do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë si dhe në prezencë të vëzhguesve. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës pas numërimit të votave në shumicën e vendvotimeve do të udhëheqin nga 7 komuna. Lëvizja vetëvendosje në balotazh ka fituar në Mitrovic të Jugut, Gjilan, Obeleq e Fuskosov, pati fituar në raundin e parë në Podujev, Shtime e Kamenic. Kryetari i këtij subjekti Albin Kurti ka thënë se ky është sukses i madh, marrë parasysh se të gjitha subjektet e tjera sipas tij ishin kundër kandidatëve të vetëvendosjes, ndërsa LDK-ja në raundin e parë pati fituar në Istog Lipian, ndërsa në balotazh triumfoi në Prishtinë Pej Dragash Junek e Viti. Por kjo parti humbi pushtetin në Obeleq e Fushkosov. Lumir Abdigjiku, kryetari i kësaj partie, në një konferencë për media ka thënë se kjo ka qenë fitore e idesë dhe punës. E Përbanim Rama ka folur edhe për kundër kandidatin e tij Hajrullah Çekun të lëvizjes vetëvendosje, të cilit i ka kërkuar reflektim. Hajrullah Çeku, kandidati i vetëvendosjes, se ka uruar Ramën për fitoren në balotazhin në Prishtinë, ndërsa në vetëm 4 komuna do të ketë kryetar të rinj. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se partia që udhëheq ai vetëvendosja ka fituar më shumë se kurdoherë më parë në zgjedhjet lokale. Sipas tij, vetëvendosja nuk e ndali siç është shprehur as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve. Ai ka kërkuar qytetarëve që të mbajnë përgjegjës secilin kryetar komune të zgjedhur për premtimet e dhëna gjatë fushatës. Ka paralajmëruar se qytetarët dhe vendit i presin edhe shumë sfida dhe fitore. Lëvizja vetëvendosje do të udhëheqë në 7 komuna: Mitrovic Jugu, Gjilan, Obeleq, Fushkosov, Shtime, Podujev dhe Kamenic. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku rundën e dytë të zgjedhjeve lokale e ka cilësuar si fitore të qytetarisë dhe të demokracisë. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Abdigjiku tha se Kosova foli me votë me besimin dhe me qartësi. Ai theksoi se mesazhi i qytetarëve ishte i qartë: Kosova jeton me demokraci, kjo është vlera më e madhe e jonë si popull. Sipas tij, LDK-ja ka shënuar fitore në 7 komuna, përfshirë edhe Prishtinën, të cilën e quajti garën më të rëndësishme në vend. Abdigjiku nënvizoi se pas 12 vjetësh LDK-ja është sërish parti e parë në kryeqytet dhe fitoria e dytë radhazi aty është e qartë se është e forcës son politike, ka shkruar ai. Ai falenderoi kandidatët fitues edhe ekipet e tyre për rezultatet në komunat e fituara.
E Partia Demokratike, e cila do të theshë në 6 komuna, sipas kryetarit të PDK-s Memri Krasniqit, është konfirmuar si subjekti më i votuar në Kosovë me 187.526 vota dhe 206 asamblesë të zgjedhur në gjithë vendin. Krasniqi ka folur edhe për garën në Mitrovisë të Jugut, ku kjo parti e humbi pushtetin. Sipas tij, kandidati Ajran Tahiri ishte i vetëm përballë, siç ka thënë ai, aparatit shtetëror. Në Mitrovisë të Jugut, në balotazh ka fituar kandidati vetëndosjes Paton Peci. PDK-ja do të theqë me komunat Ferizajin, Prizrenin, Skenderajin, Vushtrin, Kaçanikun dhe Hanin e Elizit. Në përfundim zojgore. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Ish emisari special i Shteteve të Bashkuarat Amerikës në Kosovë, Christopher Hill, ka nisur dëshminë e tij në gjykatën speciale të Hagës si dëshmitari mbrojtjes së ish presidentit Hashim Thaçi. Gjatë dëshmisë së tij në Hag tha se në çështjen e Kosovës ishte angazhuar nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës në maj të 98-s, konkretisht nga Madeleine Albright, sekretarja e atëhershme e SBA-s, së cilës edhe i raportonte. Ish diplomati amerikan tha se ka punuar edhe me palën serbe e po ashtu edhe me ato shqiptare gjatë viteve të luftës. Për palën e fundit tha se ishte vështirë që të gjendeshin njerëz që mund të flisnin me autoritet. Kjo në atë kohë ka qenë një sfidë e madhe. Në disa momente ishte vështirë që gjendeshin njerëz të cilët mund të flisnin me autoritet, pasi çdo kush kishte një mendim. Nuk ishte problem që gjendej dikush që kishte një mendim. Problemi ishte që gjendej dikush që kishte autoritet, tha Hill. Një prej këtyre personave, sipas Hillit, ishte kreu i LDK-s Ibrahim Rugova, të cilin e përshkroi me pozitë udhëheqëse në Kosovë, e cila ishte jo formale. Nga pala serbe ai tha se ka punuar kryesisht me Slobodan Miloševićin dhe ekipin e tij, përfshirë edhe ish ministrin e punëve të jashtme dhe ish kryeministrin Milutinović. Might send in a case. Të dyshuarit për spionazh Fatmir Shehollit i është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 2 muaj. Zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë, Milinda Gashi, ka bërë të ditur se pas kërkesës së prokurorisë speciale për vazhdimin e masës së paraburgimit, gjyqtari i procedurës paraprake ka aprovuar atë duke e vazhduar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 2 muajsh. Sheholli është arrestuar më 9 tetor pas një aksionit të policisë dhe prokurorisë speciale dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Pas arrestimit atij ishte basisur edhe banesa që ndodhet në kryeqytet. Bashkimi Evropian ka përshëndetur zhvillimin e rregullt të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe ka bërë thirrje që tash sa më shpejt të implementohen rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian ka komentuar zhvillimin e përgjithshëm të procesit zgjedhor në Kosovë. Bashkimi Evropian ka përshëndetur zhvillimin e rregullt të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe ka bërë thirrje që tash sa më shpejt të implementohen rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Këtë e ka thënë një zëdhënës i BE-s duke komentuar zhvillimin e përgjithshëm të procesit të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Ne mirëpresim zhvillimin e rregullt dhe inkluziv të balotazhit të zgjedhjeve për kryetar komunash të dielën. Ne bëjmë thirrje për implementim të shpejtë të rezultateve të zgjedhjeve, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të Bashkimit Evropian. Burimet në BE rikujtojnë se zgjedhjet lokale, sidomos ato në pjesën e veriut të Kosovës, kanë rëndësi edhe për tejkalimin e tensioneve dhe kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Bashkimi Evropian prandaj disa herë ka përshëndetur pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje, duke parë si një nisje të kthimit të tyre në institucionet e Kosovës, nga të cilat ishin larguar para 3 vitesh. Bashkimi Evropian ka thënë së fundi edhe në raportin e progresit për Kosovën dhe në atë për Serbinë, se largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës ishte një shkelje e rëndë e obligimeve nga marrëveshjet e dialogut për normalizim të raporteve. Tash, burimet e BE-s thonë se zhvillimi i duhur i zgjedhjeve lokale do të ndihmojë që Bashkimi Evropian të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Por, për këtë në BE thonë se do të presin që të zbatohet sa më shpejt rezultati i zgjedhjeve lokale dhe që pushteti lokal edhe në komunat në veri të Kosovës të transferohet me shpejtësi në mënyrë të duhur në duart e atyre që kanë fituar në këto zgjedhje.
në Bashkimin Evropian, po ashtu kanë përsëritur se Kosova është duke vazhduar të humbë për shkak se nuk ka një qeveri me mandat të plot dhe kjo ka qenë një prej pengesave kryesore që Kosova të bëjë më shumë progres në rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane dhe në përfitimin nga mjetet e BE-s që i ka në dispozicion e të cilat nuk mund t'i përdor siç janë ato nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Për këtë vënën nga Brukseli, Augustin Palokaj. Do tani shkuar të ndjekim lajmin kryesor të botës dhe vendimin e një gjykate të apelit në Paris, e cila e ka liruar ish-presidentin francez Nicolas Sarkozy që pjesën e dënimit të mbetur prej 5 vitesh ta kaloj nga burgu në shtëpi. Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy është liruar nga burgu pasi një gjykatës vendosi që pjesën e mbetur të dënimit ta vuaj në shtëpi. Në seancën e së hënës, ku është marrë vendimi, Sarkozy përmes videolink